Dhe tani, Enkel Demi, Greta Togani, Edi Oga dhe Glen Laknori sjellin Kape Renën. Po mirëmëngjes. 60 vjet karrierë është mos e normale. Po si që ka normale mo? Mos e normale. Lëre dhe 60 vjet karrierë. Ka 60 vjet, e di Lale se kam 100 vjet që punë në radio, që është Nes Drita Kuqe. Po them, Guns N' Roses nuk është një wow. Nuk është, unë jam shumë dakord. Po pra. Nuk është një wow. Okej, që ka një problem. Domethënë është ekuivalenti i Italisë, shqyr që na pa Zoti u fut këtë vit botror. Jo vetëm Italia, po futur Kosova. Po shqyr pra. Ne për Shqipërinë se jemi si do palere me Kosova, Shqipëria ku ti un punkto, Italia është botror. Koleg sa doli Ukraina atje. Fitoi 1-0. Humbi Ukraina. Si ishte dita rëndë. Po pra. Sot nuk e di, është i parë rezultati. Po, tu jo pa Kosova për Shqipëria. Italia është botror. Nuk ishte çuditshme të humbte Ukraina. Do shohim futbollist të mëdhenj. Data shënon 1 prill dhe nis një emision me Kape Renën. Nuk duhet që ky emision të bëj pushim 1 prillit bëj pushim. Oj erdhi i pranvera. Në që emisioni ka ditën e vet, festën e vet, Kështu që do marrim parë. Më pyet për shembull, këtë fitoren e Italisë dhe futjen me kë e pe? Futjen e çfarë? Në botror. Më pyet pak. Më kë e pe këtë futjen botror? Ishan krevat dopje me Alfred Sakon, të dy duke e parë në plastma. Në plastma se jemi dhe lagje. Hajde flim bashkë. E pam hyrin e Italisë në botror. Unë erdha. Dhe cit. Ata tha që toka është e shpeshtë. Krevati është rrumbullakët. Unë erdha me Lamborghini në punë dhe aty tek zona e Rudinës dhe Sindit të gjeta Luana Vjollcën. Dhe ky është super lajm. Luana Vjollca ishte në aksion në këtë filmi. Po. Qerishta po. Unë furnizova makinën, ma dha me 85. Super produksion. E të mendosh që e ka elektrike. Po. Mua kili mos më shi se më pe vetë me kë isha. Me Bojke Lago ishim lënë një kështu, projekt vogël. Kjo është më e pakta që mund bësh. Ishte kulmi, Është më e kollajta që mund bësh. Ishte kulmi, Bojken ishte esëll, Greta. Edhe komplet. Edhe më shef mua nuk çefti. Domethënë flet për ty dhe më shef mua dhe shkruaj. Po, u turpërua nga ajo që pa prandaj. Wow. E keni parasysh aty te kryeministria që është ajo si disko? Po, ishte doktori Berisha thoshte më lart se po e rregullonin ata. Grepa, kupto. Aty po me kërpullën ç'a bëri doktor? E po e piu kryeministri, më le tash më mua. S'ka dhe lezet apo burrë. Se është 1 prill, është nuk ka rëndësi epiteti. Metafora është fillim muaj. Kam filluar duhanin. Shumë mirë, janë ditë tua. Janë ditë tua. Madje thuhet që bananet, flasim me njëra tjetrën, do nxjesh ti e para, jo do nxjesh ti e para. Ka vlerë o gjysë, të mendosh që ke 3 bypasse. Ke 3 bypasse. Në këmbë. Po. Ke 3 bypasse. Takova Pamela Anderson. Po kishte bër grim. Më pëlqej, po gjoksin se e kishte? Në i kishte rënë në supë. Si hati. Si ua! Sa i bukur është live. Është me AI. Është AI. Është Vlezë dhe motra, shok dhe shoqe, kemi filluar emisionin në transmetim të drejtë për së drejtin Radio Kombëtare Club FM. Ky është fakt, nuk është. Ky nuk është faktoje, që merr me mashtrime. Ky program është i prodhimi Club FM bashkëpunim me faktoje. Ska i herë tamam. I hahet. Ky program mundson nga Fondacioni Shoqëria e Hapur për Shqipërinë. Do flisim me radha si e kemi. Gabim është shoqëria e mbyllur për Shqipërinë. Sot është e mbyllur, se është dita. Sot është e mbyllur, vetëm sot. Vetëm ju mund të talleni me sponsorët. Jo, kur gjallë në botë. Ne nuk tallemi kur. Madje do të shtoja që ne nuk jemi live në këtë moment vetëm Club FM Shqipëri, por edhe në Club FM Kosovë. Kështu që një thirrje të vogël për gjithë ata që nëse ju është shkatruar radio nga makina, mund të na dëgjoni nëpërmjet aplikacionit të radios Club FM. Bravo. Sot do bëjmë pyetje e cila i shqetëson gjithë shqiptarët apo jo? Kjo na bën të themi me plot gojë jena ni. Jena ni, po. Nëse do të përfshiheshit në një reality show, do të zgjidhni Big Brother VIP apo Ferma VIP? Unë do zgjidha Ferma. Është thjesht. Do të ndria me mimozën, për qef. Pse? Që të bëj muhabet letërsie, që të ndria me mimozën, të bëj muhabet letërsie. Muhabet letërsie. Unë do zgjidhja Kape Renën. Miqë dorën që aty. Nuk është reality show. Pa jo të pyeti Ferma apo Piku. Po Karolina çfarë punë ka këtu atëherë? Oj erdhi i Bilbili, oj erdhi në lëmë. Kaq dhe. Hajde, ecim. Pra do zgjidhje për kallon $2.50 më përpara.
Lale. Janë ca gjëra domethënë, por me qira Kili fjalë. thojt vërtetën ku do shkoja. Po dhe unë fermer më duket vetja, sepse unë kam një lidhje të veçantë me natyrën që kam qenë i vogël. Kam marrë lekat se ka qenë komision. Sa herë kthehesha vonë ata shtëpis nuk ma hapin derën. Po. Unë do futesha në Big Brother se te ferma janë dy tipa që si Jashtë apo brenda. Ne morëm vesh çfarë mendimi ke për Mozën, e kuptuam do. Jo, mua më pëlqen Rogerti. Pëlqen Rogerti. Më pëlqen shumë. Po shumë. Ti nuk do futesh te kazerma, koleg? Edhe thajo, që ka shumë seksi si gomar. Se unë i thash Bartaj, ai u bë me peskëm. Edhe është dokumentuar kjo. Po ti, ku do të futesh? Unë padyshim te ferma vit, po vetëm nëse do ishte opinionist shoku im, jo shoku yt. Atëherë unë po dal nga ferma. Jo la, ti je me Italin botror, aty rri. Shko në studiot fermës. Po liqin me vete. Po, e Çfarë kemi unë ta liqin ti më? Po. Ka bë këngë të re. Vërtet? Po. E ka bërë ti brenda. Bëri në ferm apo? Jo, përpara atë ne tani po japim sot ka filluar të jepet në dëshirë. studio u doq një llampë, sepse doni të ndriçonin lirit e maliqin. Fajo, fakt që mua më pëlqen ta që të bëj gjatë kohës solar. Ua, ti ke përsëri ajo cigare. Jo, ajo e cigares. E tiganit, ju e cigares. Po, ska pas dy versione, pak. Pse nga lind të dashuria nga vështrimi. A pra, Po vlla, e drejt. Numrat e telefonit janë. A mund ta them në Shqipërisë? Patjetër. Se më intereson shumë Shqipëria. 069 20 70. mund të Kosovës, lutem? Patjetër. Mi që edhe labe. Plus 383 49551 144 dhe na përgjigj Nuani, përgjigjuni. A mund ta them numrin e Bosnjës së Po Hercegovinës? shpirt. Jo. Ke livishi pantallona. koleg. Ke livishi pantallona, mos rriesh, gjomo. Okej, atëherë mbyllim rubrikën /Karolina dhe vazhdojmë më tej. Po duhet ta themi që këto numrat nuk i dëm rastësisht apo jo, do të thënë duam dim dhe me dimin tuaj, nëse do të përfshiheshit në një reality show. Edhe pse, jo vetëm një fjalë. Edhe pse, pra. Pse ja më tepër se sa. Megjithatë, Sepse unë mendoj përpara se ta shtroj mirë emisionin, gjendeni një këngë bukur. Që mos futemi direkt në temë, që edhe të kënaqemi dhe të argëtohemi. Gjithë këngët përveç Abracadabrës janë shumë bukura. Ka pse janë mirë pritura. Sidomos kjo e Redon Makashit, është Muzika maestro. Ti vazhdon me të njëjtën batutë. Na zgjo pa lëng. Na zgjo pa lëng. Mbajnë njërin nga rruga. Mbajnë njërin nga rruga kësaj më buri thot. I mrekullueshëm Redon Makashi e vetmja këngë e repertorit vet në cilën nuk fjalën kësaj më buri thot. Për atë vajzë pa lëng. Ashtu dhe. Tani lëvizë këtë batutë me lëvizje më po mos edhe. Unë se kisha bërë batutën dhe ju ende ju më hodhët në bërë Redon Makashi burrën e nonës. Ju mbizëgjat. Kjo batutë edhe qeveria nuk lëviz domosdoshmë. Më shih për ushtarin dhe studentin. Tani më dëgjoni them diçka me fjalët e mia. Se e kam seriozisht. E kam gjithën me përmbajtje me fjalët e mia. Bosnia. Atë ku ta ke? A keni preferencë? A keni preferencë ta them me fjalët e mia? Keni preferencë ta them me fjalët e mia? Thuaj komplet me fjalët e tua. Okej. A keni dëgjuar ndonjëherë për paketën e maleve? Pik pyetje. Ky është humori, koleg. Ky është humori. Me fjalët e mia. Me fjalët e mia. Keni preferencë? Jo. Okej. Atëherë ti bëre një pyetje. Po. Po, kam dëgjuar për paketën e maleve. Po ne jemi kavalve, e ku janë malet? Ishte kolegu im ai. Po ku janë? Ai është kolegu jot? Po. Ministri është kolegu, po si mund të Jo, jo, ai ishte pyetje. Lëre më çfarë? Kam një mal me borxh. Merre me gazetar, merre me Unë kam një ministra. mal me bor. Se Malboro i thon. And Nuk mund ta bëjmë dot këtë në radio, nuk mund të bëjmë reklam veseve tua, domethënë apo jo Redon. Dy dopja. Dy Po jo, se dopja nuk nga. thuhet ashtu në të vërtetë. Nëse le të jemi serioz tani se e kam Patjetër që serioz. po. Se më furkohen edhe kopshët. A keni dëgjuar Nuk kishte ndonjëherë për marrë paketën malli e e maleve? Ashtu. Qeveria ne e ka shitur si ringjallë të zonave rurale ose më mirë ka të ndarë. Rilindje. Jo, po e lexoj përmbajtje me fjalët e mia. E kam shkruar unë. Por, të ta të faktoje. Na, mos na trombe. Gishtat mbi këtë, gishtat, 1 2 3 gishtat. Bra, ashtu dhe. Koleg, mos merr komandat gabuara. Kanë vënë Aboneset çova. Kanë vënë re se janë krijuar konflikte nga nismat e promovuara të pakesës së maleve. Pik. Problemi më i madh është dhënia me qiraje tokave publike për palë të treta. Jo, unë do soja që arsimi, mungesa e Pyetje. Se ti merr vesh me qira nga tokat apo posun qira? jam në strategjik. Hama, koma këtë tash. Me qira, me qira. Me qira. Okej, ba, thuaj tamam do. Tamam. Nuk e the. Nuk Po e pritet the. se kam mbaruar. Okay. Vllau, a ma them me fjalët e mia? Po. M'jep kohën pra. Pa thuj qira pra qiras. Problemi më i madh është dhënia me qira e tokave publike për palë të drejta, kryesisht kjo lloj fjalori më marrësh. Si e doni qira apo qira? Po të shpjegoj etimologjinë e fjalës qira. Domethënë tani shtyr. Atëherë cila është rrënja katrore e fjalës karakteristik?
Stik. Kter. Ashtu. Në jo pak raste, banorët në disa fshatra kanë ngritur pretendime pronësie mbi sipërfaqe që institucionet konsiderojnë si prona shtetërore dhe i ofrojnë ato për zhvillim turistik. Pse? Është shumë e qartë. Po emocioni ku është tu? Panorama është kjo. Ju jeni dhe aktori dashur. Patjetër, ju doni, ju pyeta si e doni atë me preferencë, më the jo, neutral. Ja, Për plasjet E dua me ndodhin një preferencë. sepse Albanistani nuk ka një inventar të plotë dhe të qartë mbi pronat publike e mbi vendosjet e tyre. Kjo paqartësi mbi statusin e pronësisë ka bërë që vendimarrjet për dhënien me qira të tokave të krijojnë konflikte të reja. Tashmë urdhëro. Nuk e përballoj dot në mënyrë të lexuar. Zhvishëm. Vjen të ngre Radio grushtin. Tirana dhe am live. Si e përkthen në Qiran në anglisht? Rent. Alone. Rent të shkur. E merr me qira. Me Qira Alone? përkthehet falling tak. Një paskar aty ku s'ma mo. Vetëm për Bashkinë e Pogradecit 253 aplikantë mbeten në pritje për paketën e maleve. Në një kohë kur vetë bashkia mbetet e paqartë mbi pronat e saj dhe administrata nuk ka reflektuar ende ndryshimet e kërkuara nga KLSH në vitin 2025 që janë 4 numrat e fundit të Nuk telefonit jam tim. dakord me Duket që këtë. shfaqjen Nuk e jam fundit dakord e ka me bërë këtë. te teatri Skampan e Jo, e kam bërë Viti i ri teatri kukullave. 1974 po vjen përsëri në atë tonë të dashur me fitore të tjera. Gështu konfliktet si për largët, pronësinë si. me pronë. Ne, kaq ishte. Me fjalët e mia. Pra, përfundimi është që paketa e maleve Operon vetëm në fusha. Artistët e kanë një ëndër të kemi studio. Ja, Redoni, foli Redoni, foli Redoni. Foli Redoni. Foli Redoni. Por nëse një kryetar bashkie nuk ka bërë 10 projekte të 10 aplikimi për paketën e maleve, nuk mund të kandidojë. ashtu? E ka Se thënë funksionon ai njësoj si me madhi producentët dhe me filmat. Po Lali, Lali kush? Lali. Lali çfarë? Një lal ka Lali shqipëria. si? Një lal, Lali lutem. pse? Mos e ngatroni. Lali është për çef vetë atë. hajde sy u bukur vazhdo. Me Hajde ke Flavio, kisha. hajde Flavio. Se duhet si nga si seksual. Hajde, po ashtu duhet të jetë. Tani do flasim për diçka shumë të rëndësishme. Po. E keni qenë ndonjëherë në qytetin studenti? Ua, un kam shpinën. Studenti. Unë kam vite që s'kam kalu. Kam shpinën. Shumë mirë. A Kam vlen? bashkëtuar atje, kam bashkëtuar. A jam vlen koleg? Te teta e Te gocave. qyteti studenti? Te teta e gocave. Nuk e di, ke humbi një gjë të jashtëzakonshme kole. Ndoshta isha nuk ka konvikt humbur vet. asgjë. Hyrja e qytetit studentit ta heq menjen fare. Thashë Domethënë duket shkut shumë UNESCO. e bukur. Jo, godinat e rikonstruktuara dallohen sepse janë gjira të lyera Është ndrejme. Po ti ke më jak fare. Jo, koleg, ke parasysh atë shefën e kuzhinës? Mozën. E kam pas. Kuzhinjera më. Kuzhiniera, patjetër, teta ke goca, patjetër, kuzhiniera. Pse kuzhinierët të 72% e kanë emrin Moza Nuk e di asun këtë. dhe Ai pse është brez, poetet brez. vetëm 24% e kanë emrin Moza? Nuk e di, më thënë Okej. drejtën. Por qeni sinqert, me që është dhe ditë gënjeshtrash. Edhe sekretarët në fakt, apo vjollca. Zhani, Megjithatë, Bac. por, pra siç po thoja këto fasadat e këtyre godinave janë shumë të bukura. Dritaret janë po ashtu të lezetshme, Funksionale. lyera bukur, tabelat që janë me logot e këtyre financuesve të jashtëm, Le të të shkojmë fuqishëm. jetojmë atje. Po, këtë mendova dhe unë, por Por ka gjithmonë një tjetër por, mjafton të ecësh disa hapa më tej dhe kontrasti bëhet shumë i dukshëm aty. Sepse në brendësi suvaja është e qartë për të mos folur për kushtet e tmerrshme minimale, që në fakt se mora edhe disa informacione kanale të nderuar kolegër, Për Gjoni çiftet po moja zbrazet në mënyrë të frikshme në qytetin Nuk keni studentit. fare as frena as nuk kuptoni që fare, nuk e Shumë di. e vërtet, Redon Makashi. Dhe ndërkohë që kushtet aty janë të tmerrshme, muret janë gri, suvaja është e qartë, nuk ka ujë nuk kemi të Më gjithë do fal tash thoni ju. një pyetje po? kam, kush i ka bërë këto? Kush i ka bërë Studentët këto? vet. Jo, nuk ekziston kjo. Studentët madje në 2018 kujtohet që bën një protestë shumë të organizuar, shumë të këndshme. Gati, po kështu menduan të gjithë, Aty por lindi ylli i Arlindit. aty u ndriçoi ylli se kishte lindur më herët. Po diçka tjetër që lindi aty ishte pakti për universitetin. Kam një pyetje. Ju lutem. Arlindi e ka mbi emrin Qorri Po. dhe nuk është Qor. Po. Stevie Wonder pse e ka mbi emrin Wonder? Është wonderful. Ja, Vazhdojmë më tej. S'të lë njëri I me bie rap top. të mos jetë wonderful. Megjithatë, qeveria kur prezantoi paktin për universitetin, supozoi që transformimi i konvikteve të ishte një prej shtyllave kryesore. Ndërkohë ai premtoi kryeministri që brenda një mandati konviktet do të ishin shumë ndryshe. Kryebashkiaku Erion Velia premtoi po ashtu nisjen. Ashtu mendoj dhe unë. Do qerosin nga 20 vjet që shoh këtu. Çfarë është ky socialista demokrat? Çfarë? Është roja parkingut. Kam një pyetje. Jo, është ishim. Me që Lali është në burg, pse mos të rifusim Jorgo Gorën?
E ka çu sot bjes. Ai e mori me shaka, se kujtoj se është ditë arenave. Sa të updateuar që ini more. Janë, po megjithatë për këtë kampusin universitar që po e thoya që prezantoi Erio Velier. Lali nuk u bë asgjë. Lali është statikuar, Rama është statikuar, ndërsa konviktet që janë vendin e tyre po zbrazen, madje janë në gjysmën e kapacitetit të tyre. Nga i merrni këto informacione? Unë i kam lënë edhe televizion. 3 ditë pa i furnizuar për të parë se sa kërkesë ka. Unë jam i bindur që këta të faktojes deri tani kanë rrejt. Seriozisht e ke? Edhe paketa maleve. Atëherë duhet të besojmë juve apo Syrit? Janë krejt në rregull. Syu unë kur vjen radha e kanalit me ikën vet. Ku është Flavio? Flavio kalon nga Syu direkt te veshja. Mund ta ngrini nivelin e batutave. Ta çoni në nivelin e kësaj kënge. Të dashur. Ka dy, po ai ka dy. Pak muzikë. Aleksandër Gjoka. Ja pizza Erdhëm ne dhe jemi live direkt në transmetim të drejt për drejt kombëtar kemi në Kaperena për ditën e sotme në këtë datë 1 prill të vitit 2026 Xhakella Manela Top Gjera që Balenza. Vertikalizoni çuna, vertikalizoni. Çuna të Italisë. Shenjën e piksimit. Po ti që je 62 vjeç rri me Italinë akoma mbur. Ky është problemi im, dhe do mbetet i imi për gjithë jetën. Po ndërkohë ka njerëz që kanë shkruar mesazhe dhe ti nuk ja ke varur akoma. I merret financa me këtë punë. Thash ka dhe më keq. Ka të qenë me anglin. Pa, bëri. Ka dhe më keq akoma. Po Gjerman nuk futen këto pjesa. Jo, Gjerman nuk ekzistojnë më si kombëtar. E di. Janë shkodranët. E di. Gambri Rudinger Këtu ka drejt. Këtu po ti isha femër, si ty do t'i jepesh. Musplera? Po femër, jo ti, si ty, femër. Prisi kemi telefon. Përshëndetje. Alo, Përshëndetje. Mirë se erdhe, si jeni? Se ju gjeta në këtë ditë kaq të bukur për ne shqiptarët. Që si italian, që ka italian ky. Italian duket më. Kualifikuar në Kupën e Botës. Është nga Bosnia. Ju lutem mund të prezantoheni sepse unë ju njoh, po ndoshta kolegët e tjerë jo, domethënë. Vërtet? Jo kolegët e tjerë, publiku që na. Unë jam një kolegu juaj, edhe unë jam giornalista, jam që kolegi italian, kam me pak kokë këtu në Shqipëri, 38 viti. Pak, pas 38 vjet. Kam mësuar italisht. Emri im është Lobolino. Lobolino, sa emri bukur. Kush e ka vënë emrin? Këtë do ta pyesë do. Unë nuk e di kush më ka vënë emrin, por nuk isha i kënaqur dhe e lasë gjysmën në gjendjen civile, Lobolino quhen. Lobolino interesante. Nëse ke lënë gjysmën në gjendjen civile, jam me shumë i mërzitur nga dje. Gjëra që ndodhin. Sepse ekipi im i dytë i zemrës, ekipi im i parë i zemrës është Burkina Faso. Burkina Faso. Më pëlqen emri, jo se kam ndonjë lidhje. Ekipi i dytë është Italia. Për ne është i pari. Është e pamundur që Italia të penalizoj në këtë ndeshje, sepse luajti kundër 2 skuadra, kundër Bosnia dhe Hercegovina. Pikërisht tani, me që jeni dhe italiani, po themi e shqiptarizuar apo Anastasielta nuk ka rëndësi. Ju mendoni Faj është i Gattusos apo i lojtarëve? Faj është ati figlio di buona madre che soli topi in Italia. Kisim shumë mirë pa top futbolli, kisim mandolina, kisim spaghetti, kisim gjërat e mira, pastaj sigurisht. Tani e kuptova, domethënë derisa tha gjysmën e emrit e ka lënë në gjendje civile, Lobolino do thotë Bolo. Bolino. Po pra këtë po thoj edhe unë. Jo, emri im ishte Lola. Lascelan Lola. Kur linda atë objektin që kanë në meshkujt e kisha të futur në një mënyrë që dukesha vajzë të gjithë turuan për vajzë. Gjyra që ndodhin. Me siguri. Ai është fik. Perse ju mora. Perse ju kam me telefonuar. E para për t'ju përshëndetur nga Europë, nga unë jam nëse varja. E para dhe e dyta unë vi nga e ardhmja. Unë kam me një veti që vizitoj të ardhmen me makinën e kohës, që kam me në stepi, cila është makina e kohës. Ascensori palati. Futem në ascensor, nuk shtypë numrin, shtypë vitin ku duat të skoj dhe skoj atje, shof gjera dhe vi dhe ju tregoj skiptarëve se si do të jetë ardhmen. Më falni, ascensorin e keni me chip?
Asensorin e kam me para pagim. E kam me para pagim. 11 milion lek në 2 vjet. Sa? Mirë, pas e keq. Sa re? Sa lekë është? Ma kam futur pak se të gjithë paguajnë 10 milion e gjithëm. Unë 11 se jam I huaj. Me gjithate, me lejoni t'ju dhe me disa fakte nga e ardhmja. Po na thuaj edhe vitin për katës. Në vitin 2032, Lulezim Basha do të vetë presidenti i shoqatës botërore të gjumit të Drekës. Sa bukur, është tani afër. Është përpjekje e madhe shumë. Mbani shënim njerëz, mbani shënim. Dhe I ka fillu punën që tani. Ka fillu punën. Inshallah thot në një gjë për mua. Kongotari I madhe skipetare me origjinë nga Majmuni, por lindur e rritur në Berat te Kosmadushi. Kosmadoça në Itali. Si. Në 2028 do të përfaqësojë skiperia në Eurovision. Eca ty, jo më vendi dytë. Do zëvendësonte ato Lara Kulturin në ski. Jo, megjithatë prap ka I problem të më shkon. Besojeni apo jo, por do të zëret aty vendin e ditë. Ja, në Eurovision, po është arritje. Do të saj nga Nenja Jurinë dhe do të thot edhe sume të puara. E kuptoj. Nga Nenja. Nga Nenja. Më shahu nga Nenja. Pyetja është shumë e thjeshtë, domethënë Signor Doça. Pse ka emrin Kozma dhe jo Kozimo? Jetë na thot, Jetë na thot ky. Në fakt kur ka lindur doni të lindë një emër tjetër, emrin bujare, po e kishte një komshi dhe nuk donin të bëjnë konfuzion. Fal, ju jeni katolik vet? Unë vetë jam budist. Italian budist. Po, është Roberto Baggio. Se bashku me Roberto Baggio ne kemi shkuar një herë në Kathmandu. Tani e kuptova, gjysmën e mbiemrit që e ka lënë atje do ta ketë Bobolo. Përse merreni me tash se theme? Jo, ne duam të dimë më shumë për të ardhmen. 2030. Siku do të divorcohet me Selin, do të martohet me Juela. Gjiku e sajtve. Do divorcohet me Selin, pra ai më parë do të martohet me Selin. Unë e kjo do ndodh më shpesh. Kam shkuar direkt në 2030. Okej, bukur. Në vitin 2044 Sali Berisa le postin sekretar I Partit Demokratik. Se duhet shplodhet pak. 2044. Atenzione, e le postin e kryetarit të Partisë Demokratike dhe vetë zgjidhet kryetari I forumit rinor të Partisë Demokratike. Wow, ky është lajm. Tani e kuptova cila është gjysma e emrit. Cila është? Kalo. E kalove këtë test, kolegë. Po kjo është diskriminatë që jemi të huaj nga Italia, ju lutemi trajtoni pak me Nuk ka diskriminim, jemi thjesht duke bërë humor. Nuk ka diskriminim. Asnjëherë diskriminim. Madje kryeministri ynë ka thënë se kryeministra e Italisë është motra jon. A do të ketë një martesë afërmi mes Edi Ramës dhe Giorgia Melonit? Po si mund të martohet me motra? motra? Po e marrë detyrë ku të shkoj në të ardhmen. Martesë metaforike. Çfarë? Shiko, jeni aty për të folur me mua ose për të folur për njëri tjetrit, unë e mbylli dhe ju pasoni. Jo. Atëherë. Jo, se na duhesh. Atëherë për të vazhduar teorinë e Gretës, në Vlorë, prandaj kryeministri thon qafsha motrën. Po, qafsha patjetër. Këto batuta da 2 lire non mi piacciono. Po duhet batuta shqiptare më atë italian. Ç'ke që djeg miz aty. Në vitin 2029, Brikena dhe Mateo do të bëhen prindër për herë të parë. 2029. Kush janë? Po, Mateo nga lumturia puthi mamin sepse Brikena kishte pak turp. Puthi mamin, mamina. Sa realiteti shqiptar kthim ai. Po kush janë këta? Të lutem mund të shohësh nëse në të ardhmen afër. Duhet na sqaroj. Do të ngjallet kolegu ynë në Keldemi. Ja, ai është në vitin 2062 për arsye të 10 vjetorit të ndarjes nga jeta, Skënder Gjinushi leson postin e kryetarit të akademisë. No. Dhe vendin e tij e merr nipit I vogël Skënder Gjinushi. Të gjata le të ketë ditët, ja uroj me gjithë zemër. Edhe vetulla. Në vitin që vjen sepse makina e kohës më çon mua dhe në 2027 edhe më sjell indietro. Më fal. Thuhet në gjë për këtë kaperrenën çfarë të bëhet me këtë? Do të mbyllet, do të mbyllet program. Është një prill, është një prill. Brenda aprilit. Në vitin 2027 Erion Braçe nuk propozohet si kandidat për Baskia Tirana. Unë e dua të për shembull. E dua që ti. Me makinën e tij Mini Cooper skatëron Mini Baski numër 5.
Bukur. Si Mini Cooper. Dhe fundit fare, Iri fix mastrupi. dhe fundit fare kam qenë në vitin 2064, attenzione. Atencion. 2064. Mimoza Ahmeti në 2064 reciton poezinë e saj të Gomarit në festën e 100 vjetorit të lindjes së Gomarit të poezisë së saj. E keni parasysh për kë ka. Mos përmeni emra. Ka ju interesoj lajme nga e ardhmja apo doni lajme? Faleminderit, ishte shumë i saktë, me thënë drejtën. Bolino do rikthehesh, por unë mendoj që emrin gjysmën e emrit që e ka lënë gjendje civile ka Ma. Malo Bolino. Po mirë, se duhet të çik Ju kështu. mund të doni çfarë të doni. Disa të tjerë më kanë thënë dhe një emër shumë më të, por unë atë emër nuk e marr sepse unë nuk jam për Shqipëria 1 euro. Pra, e kuptoj. Cili është ushqimi juaj i preferuar? Qyli. Është i bukur, është i bukur. A mund të shihni në të Ato ardhmen? pëlqejnë zoti Lo Bolino Kara Vidhet? Unë e shoh një farë tentative për të diskriminuar emrin tim. Unë vetëm gjysmat vidhet. I hedh poshtë atë ose i bën përgatim atë. Të bifte në Bali. Edhe një pyetje të fundit kam unë, meqense përmendë disa njerëz të famshëm. Edi Oga dhe Enkel Demi do ndahen në të ardhmen se më intereson personalisht. Po ky nuk shef horoskopin, ëh. Unë nuk e di kush janë personi që ti përmende. Kush i njeh ato maman? Edi njoh vetëm Edi Rama, ndërsa Keli njoh vetëm Keli Family. Ne njohim Mateun, vlla, po Keli me Edin hudhë nesër. Po këto të dy. Gjithë sipas Mateut. Po këto të mirë ky, po këto të dy çfarë janë më? Miru pafshim Lo Bolino. Faleminderit zoti Boli. Unë do të vi ndonjë tjetër për të ndarë nga me ju lajme si puna e këtyre. Jeni hapur përherë është mirë emisioni. pritur. Grazie mille, Të grazie. ngrënë goja mjalt dhe sheqer, domethënë pa dyshim, pa dyshim. Do vi një ditë që Italia do futet edhe në Europian dhe botror. Keni mos u magari. përsërisni. Ci sentiamo, ciao, ciao, Ma ciao. tatatullo dhe ti tani. Atëre, Greta Mosaroqi kemi hedhur disa mesazhe, njerëzit duhet shprehen ku duan të hynë, në cilin reality kanë urdhoni. 069 20 70 222 Marova punën time, kaq kisha. Dhe plus 33 49 55 1144. Në cilin reality do dëshironi të hynit, të bëheshit pjesë? Big Brother VIP apo Ferma VIP? Tani më fal, këtë numrin e Prishtinës e the në një mënyrë të tillë sa dhe një speaker turk nuk do ta kupton këtë. Kërkoj ndjes. Plus 33 49 55 1144. Mbaruan dhe pjesë e parë. Mbarume? Po. Ka shpejtë? Kaq shpejt. Po ikën koha, sidomos në Club FM. O kole ku ishe, mos e mbaroj pjesa e parë. Nuk e di më valla, ishte njëri që fliste në telefon këtu ke korridorit domethënë. Bëj shumë fala nëse dëgjoj prapë. Se mora vesh fliste kështu si arabisht. Besoj ta vazhdojmë këtë bisedë pjesën e dytë. Jeni dakord? Jemi dakord. Ecim. Lajmi i mirë është se pagat reale në Shqipëri janë në rritje. Ky është fakt. Gëzuar. Po. Tani do të pyes seriozisht. Pa një sekondë mos e fut direkt për. Se ngjak shumë kështu skolastik pasaj. Tashi, gatuzo ikse fajin apo lojtarët, më thën drejtën. Tani i jashtë personazhit. Kush janë gatuzo në shisha? Leti se ti e Anglinën prit. Keli jemi bashkë. Lutem, e kam me tamam. Kush ikse fajin? Amo Jo, ka pas një shprehje kur ishim të vegjël që thonim merrni për si lopa. Ja ma, po të pyes seriozisht apo? Po tani. Unë mendoj që ky gatuzo nuk e ka staturën e trajnerit, mendoj unë. Mos harroni që ky program quhet Kaperena dhe nuk është programi ora sportive, domethënë. Por gjithsesi ky program është i prodhimit në bashkëpunim me Faktoje. Ky program mundsohet nga Fondacioni Shoqëria. Tu i gjithë aty tash pra. U stema si gjë. Dhe për momentin kemi hapur një temë. Punë për të bërë, më sa trëmpa Karolinën dhe erdha. Ja, lutem mos. Karolina nuk di not. Lutem. Kemi hapur një temë isha duke thënë. Po i pyet seriozisht. Se nëse do të kishim mundësinë të merrnim pjesë në një reality show, do zgjidhim Big Brother VIP apo Ferma VIP. Jepi. 069 20 70 222 është numri nëpërmjet cilit mund të na drejtoni nga Shqipëria dhe plus 33 49 55 1144 na drejtojeni nga Kosova. Dhe pa dyshim që edhe për sot ky program ka parashikuar që të ketë një të ftuar në studio. Absolutisht. Kjo është pjesa ime e preferuar. Donim të ftonim mes zotin Silvino, por jam mizen. E ishte duke qarë. Donim ftonim zotin Gatuzo me që i gjetë makinën që i kanë vjethuj, bëj vetë. Pse Gatuzo është ai? Po. Pra nesër shfut Italia. Donim të ftonim gjithë yjet e Italisë, duke filluar nga Bastoni. Po s'ka yje për Italia, nuk ka yje. Nëse ai është yll. O Bastoni
jo deputat. Po dojmë të ftonim edhe të ardhmen e futbollit italian, Padre Pio. Padre Pio. Po. Gjyqtari i takimit flamurtarit e UTA zyrtarisht nuk ka motor. Donim të ftonim zotin Todhe, po nuk ka se. Është, okay. Dojmë ftonim Zhegrovën, I cili luajti shkëlqyshëm. E pam dje. Apo jo koleg? Zhegrova ka shkëlqyer dje. Kishte ditëlindjen. Ka luajtur Burlan me çunat. Mos e marr vesh këto trajnerë të kombëtarës. I marrin Lala atje dhe si fusin. Po pse I merr letrin Italit pak të kanë mos e kryoni. O ma do luaj sot nuk lu fare. Nuk lun molla. Edhe këtë hoxhën ato që mori ky Joni I merr domethënë nga Turqia, ai ishte më I miri në Turqi, Lala e merr edhe se fut. Donim të ftonim Muçin, thjesht për të thënë kush e sha Tiranën. Mos muça se s'dino. Mos muça se s'dino. Më fal. Ti ore muçi. Po. Megjithatë, ky program nuk mund të rritet pa të ftuar, apo jo? Se asnjë nga këta nuk pranoj domethënë. Jo. Po është njëri që pranon. Po, është njëri. Patyshim, ai është Egi. Mos u çoni. Sa më kishte marr malli Egi nuk e ke iden. Është më e pakta që mund të bëj po jo. Se ky është moment pa pagesë. Është momenti për të qenë edhe më serioz në këtë lloj programi, sepse ky është një program që formon publikun, apo jo? Falem gjithmonë serioz. Po, divulgativ, është kaq shumë divulgativ sa vetëm me shaka që ditë bëhesh italian. Me mbando. Pse flisni jashtë? Opa, se kështu ja montojmë në transmetim. Kjo ishte Karolina e Jugut. E kuptuam. Tani çfarë doni, se unë jam serioz këtë emision. Me që jemi gjithmonë tek pyetjet politike. Patjetër, si doni. Nëse, fal se të kam shkap, nuk e kam problema, unë njësoj ndjej për ty. Nëse rilindja do të bëj një referendum, që do e bëj? Patjetër. Ti beson që toka është aq shesh sa që Zeqinea e thot? Shiko, në politikat e rilindjes ose të majtave, mund të themi dhe ekstreme në gjithë botën, bujësore, në të gjitha llojet e politikave, të majtat edhe veterinare, të majtat nuk para bëjnë referendume. Domethënë I mshojnë edhe pompojnë një tjetër gjë që ne I themi propagandë, kështu që nuk besoj që do bëjnë një partia socialiste referendum. Nuk e besoj këtë. Po ky është opinioni im personal, kurse nuk e besoj, nuk ndodh në PS. Po në një fjali. Unë mendoj por Zeqinea e ka me gazbardhin I dashur. Nuk e ka me referendumin. Çka ka me gazbardhin? Se ti vjen e pi gjini, thoshte. Ti vjen tha atje dhe pi gjini. Gjin me qoftë, a? Gjini. Ti pi gjini. Koleg e pi ndonjë gjini? Gjinin e bottle. Po. Gjini edhe bottle. Kështu që unë nuk besoj. Është I çik përgjigje kështu kjo, po nesër. Nuk po pëlqeu si përgjigje. Nuk ishte shtëruese siç janë përgjigjet tua zakonisht. Dakor, po përgjigjet nga herë nuk janë për të eksituar ty. Nga bukuria e gruas vjen dhe e gjy. Okej, qartë. Ky nuk I ndinjon të thellohet në përgjigje, kështu thashë. Unë mendoj të japim një tjetër mundësi. Kam unë një pyetje. Jep se kjo te përgjigje para dështoj. Si tha, nuk I ndinjon të jap një përgjigje. Nuk e thashun këtë. E ka thënë Zeqinea. Egi. Këtë e tha Gerta. Egi. Po e dashur. Me që presidenti Trump thotë që do naftën e Iranit, ne pse nuk ja bëjmë naftën al petrolit? Pse po godasim al petrolin? Tani, e kemi personale. Tani dëgjoni me vëmendje. Dy versione ka thënë kryeministri për naftën shqiptare, të Shpiragut. Po. Kur sa erdhi në pushtet, që sa u stabilizu, domethënë tha, kualiteti I naftës ton është po I njëjti asaj që ka Arabia Saudite. Dhe në versionin e dytë që kanë nxjerr pak para, po themi para brenda vitit, tha, nafta jonë është jashtë standardit. Tani unë po merrem me pjesën e dytë. E tha sot për 1 prill. Jo, ka thënë për brenda këtij viti po themi. Po më ke fakt. A punon ke në televizion me motor? Po merr lexoni një gjë me fjalët gjys për gjys. Nëse thua ke fakt, thua ke faktoje. Ke faktoje. Atëherë ka dy versione. Ke të parin që nafta. Po, të dytin, jashtë standardit. Po referohet që nafta është jashtë standardit. Ai kuptoj. Dhe unë prap mendoj që edhe nga që është jashtë standardit, ne duhet ta kemi falas naftën. Ke të drejtë, ndërsa unë mendoj se ti je komunist. Naft falas nuk ka. Dakor. Ku ke gjetur ti këtë përvojë? Dhe këtë njohje. Në udhëtimin tim bashkë me ty. Kush të pyeti? Hapet vetë. Ilia Shyti. Po, dakor. Kështu që mendoj që isha çik më Ishte shumë I qartë. Isha në ujërat në territoret e mdu. Kam unë pyetje tjetër, por me që se kemi sot ftuar dhe okazion, nuk para vjen, po që tani që kemi një drejtor të ri të policisë, çfarë të ka bër Ula për drek? Ula më ka bër sot për drek për izë vërtetës. Ul me pilaf. Po. Jo, nuk ka bër faqe. Që ne grekët quajtemi thjerza, si thoni ju shqiptarët, me byrek me spinaq.
Janë ato fasilet e Vockla. Po i referohem intervistës që bëri zoti Mithat Havari përpara 3 ditëve, i ftuar në një podcast. Haviari që tha, nuk mund të jetë detoj përgjithshëm policisë 30 vjeç. Nuk mund të jetë në të gjitha dimensionet. Nuk mund të jetë. Është e papranueshme. Kështu që po i referohem përgjigjes atij. Kurse ushimin e thash 25 vjet karriera, po që atëherë që kur je i vogël që çfarë do të sjellni babi për vitëri, më sjellni një makinë policie. Apo të bukur kush të shef. Faqeja. Faqe. Herë në fundi kam grën faqe, isha me një zonjë që e kishte emrin Shpresa në greqisht. Po. Tash edhe ti apo është një prill sot edhe thu gënjeshta. Në këtë rast ishte Ula. E kuptoj. Më mi ka bërë thjerza me Bergmos. Po mirë. Mua kjo qeverin duket shumë cilësore, nuk. Arritëm deri këtu. Ja, dallojnë që është opinionist. Me që Plutoni ka hyrë në retrograd. Po. A mendon se Erion Braçe do të bëhet kryetar bashkie në Tiranë? Unë do doja shumë, thash dhe kur në krye të erës kur filloi emisioni, unë e mbështes. Pavarësisht. Jo, unë me PD. Po ti kishe pas Erion Velirin çok klasë më. Ju lut, po ai është në Burg më. Kur dali ai. Po ti pse si janë në Burg ti? Po mbase do vjedhë ditë të futem në Burg. Po quhet më, dhe ky mund të futet në Burg. Patjetër. Mos mu pëlqen. Burgu është për burra ja. Pastaj ç'a pozicioni do marrim? Pastaj ç'a pozicioni merr bashki kjo nuk varet nga unë. E kuptoj. Duhet zgjedhim kryetar herë, pastaj do merrem me mirë. Mua pëlqen shumë kjo përgjigje. Mendoj në një moment të caktuar, sikur të jenë 2 kandidatë rival, të jetë Erioni. Po. Edhe? Po për 2 Erionët. Po kandidati që hyri nga gara dhe pastaj doli nga gara? Florian Binaj. Po pra. I opozitës. I Flori pra. Deri atëherë Flori dhe Erioni. Deri atëherë do presim. Por do ngjelet një njerëz për cilin un kam një lloj dobësie njerëzore të veçantë. Absolutisht pa. Nuk e di do të them. Janë në pilula, ka punuar si në gjallë. Thuhet pilula apo pilula? Pilula. Zakonisht burrat nuk përdorin pilule. Megjithatë, besoj përgjigjja ishte konform rregullave. Mua pëlqen shumë fare, nuk pëlqen fare. Unë personalisht sot nuk je në formën tënde më të mirë. E ke shumë gabim ta. Po përgjigjja të sinqertë ta. Ai më intereson mulla. Vlerësoj sinqeritetin në këtë ditë të shënuar. Po doni ecim. Egi, më ra mua kjo pyetje. Çfarë do të thotë në gjuhën e sotme shqipe shprehja më mirë se i vogël? Ç'është kjo? Thuaj tamam fjalën, siç është Ti përdorur. e ke shkruar koleg? Jo, nuk kam shkruar gjë, unë nuk kam shkruar. Më mirë muçin stol apo i vogli në diell? Unë jam vegetarian. Ti vesh. Po. Këtë përgjigje kam. Çfarë do ti? Shumë e shkurtër. Ja, po. Përgjigjet i vendos unë. Ashtu. Përgjigjet i vendos unë. Keni pyetje tjera apo do të është gati muzika? Jo, dëgjojmë sërish Redon Makashin. Tani jemi rikthyer me super muzikë që vetëm maestro Briani vendos në Radio Kombëtare. Ishte afrikacionare. Kolegë, këtë këngën do ta vëmë kur të jenë të tretat e tua ato. Të tretat e mia janë parti, havër. Çfarë do të thuash tani? Çfarë do të thuash? Se kemi këtu këtë personazhin të shfrytëzojmë rastin sepse ftuarin. Po mos do vazhdojmë të njëjtin gjë. Jo, na duhet gjitha pyetjet gabim. Se është bërë dush. Sa na çiçi që nga Italia më plak. Thuaj që kam nga Italia dhe jam keq fare. Ka lidh gomarin me i vend, domethënë prap nuk na e thu, po jo, po ne kishim qira, kurse un po të them sot shqip. E ka fajin Gattuso apo ka fajin lojtarët? Mos e vërt kishte në plan. E ke parasysh Interin si skuadër? Ja me Juve në plak. Gravinën e ke parasysh Gravinën, Interin. Jo. Otrat. Vlezrit. Sepse kur ka qenë i vogël e rifshim gjithmonë lagjen, e. Ndrohet çik regjistrin ti. Po nuk është rasti konkret. Pyetje. Ka turp vetja. Pyetje për ftuarin. Vazhdoni. Ora un jam për të përgjigj. Faleminderit. Vazhdojmë. Përderisa McDonald Trump është pellazg, çfarë mendimi ke për Nexhmia Hoxhën që kishte 3 dynim tapete? Tani më dëgjoni me vëmendje. Tashi më dëgjoni me vëmendje. Më dëgjoni me se keq edhe më së vërtet. A ka mundësi ti? Si shkumta. Shoqja Lenka. Po patjetër. Sa keq do të them nuk është gënjeshtër. Të gjithë vilën e diktatorit e kam shtit nga nën toka deri lart ku bëheshin ato
Që ishte në ferm me diktatorin? Deri ke dhoma që ishte e kyçur ku merreshin vendimet për të. If you know what I mean. Dhe këtë e kanë bërë Renit, po. No, dhe këtë e kanë bërë me Flavion dhe te krevatin e xhmijes kanë flet bashkë me Flavion. Çfarë? Po ti këtë të kishe thënë, unë kam 2 vende sa kuptoj. Më në fund. Coming out. Kot kemi çuati me puntin neve. Je infiltruar, por nuk e kupton ti më zemrën. Ti thjesht me rrobën fund. Ne që ishim te kjo pjesa. Si ishte Flavio, si Aztex, Po prap. Okej, Ilia, ka mundësi? Po ta shikosh videon ashtu e kam. Më duket se Greta do të thoshte diçka, se e ndërprem. Nga çfarë? Kolegu im I mrekullueshëm, mik I jashtëzakonshëm. Faleminderit që ekziston. Jepi Greta. Po jetojmë në kohë vështira. Ditës. Jam shumë I lumtur që jetojmë kohë vështira. Po. Të gjithë po vdesin një nga një. Po mirë. Gjithë po. Si ka jetë është? Njerëzit tanë preferuar. S'duhet të kesh frikë nga vdekja. Domethënë vdekja është një stacion, pastaj udhimi jot vazhdon apo jo. Absolutisht. Askush nuk e di. Provën e gjallë nuk e di. Dhe provën shkencore. Po ja prap tuje. Prap tuje. Se po prek njerëzit më të rëndësishëm të këtij vendi, përse VIP ata të mrekullueshëm. Një tjetër ditë, një tjetër VIP. Kush ka vdekur? Sa I herë ka vdekur duke qenë shëndoshë mirë, ndërkohë Antonella Berisha dhe me drejt ju do të pyesni kush është opozitë. Po ç'në kush është Antonella Berisha? Pyeti dikush nga rreshti I fundit. Është një vajzë që ka qenë banore e Big Brother VIP. Po që ka rëndësishme, absolutisht po. Kam lanë të dhëmbët live? Me siguri po. Po nëse është atje patjetër se është filmuar. Është dokumente zeza mbi të verdh. Ajo ka vendosur që kësaj here, sepse me sa duket e kanë bezdis shumë këta Renat Sakët që përhapin lajme fake, lajme të rreme gjatë gjithë kohës, dhe kësaj herë unë bush kupa. Ajo do të ndërmarr masa ligjore. E kanë marrë në telefon Antonellën, njësoj si Kaylin ton, dhe I kanë thënë Antonella ti ke vdekur. Mu mori kolegu. Ajo është mërzitur shumë. Jo, po nuk harroj edhe telefon, se miki morë edhe thek e vdekur, po dhe qeshje. Edhe qeshje, domethënë, më mirë ishte thënë. Po je di pse qeshje, se e ka thënë nuk do ta shikosh ti. Do ta pretendoj herë. Ç'se sta kam thënë asnjëherë. Ti I pa vdekshëm koleg. Immortal as Peaky Blinders. Megjithatë, ajo është mërzitur shumë me këta palaço. Sepse gërma çoj kishte mbetur në botën tjetër, po ashtu. Dhe thotë se siç e thash ka shumë herë e ja kanë bërë këtë gjë, por kësaj here do që ta marr seriozisht ndërmarr procedura penale për çdo që I ka rënë në qafë. Edhe të bëni lek. Po pse jo? Po patjetër po. Se vëmendjen e mori. Arsye se hidhe njeriu në gjyq. Apo institucioni është që të marrësh lek në kështu në këmbim. Jo, megjithatë është gjuna që të vdesin vajzë e bukur si Antonella, sepse tani po e shoh, domethënë. Po edhe unë pa shumë e bukur ishte, po problemi është ku është ky grup vdekjen Antonella. Të beton. Po pse kur dëgjoj këto gjëra mua vjen vdekje. Koleg, vdeksha unë për ty do. Okej, e kuptova. Të mirët I merr opera. Po jo, mëse nuk bie rufeja në bie siç ke meto. Ale. Eta dy. Po. Imagjinoni dot po t'i gjenin këta Renat Sakë që vetëm marrin njerëz, këpusin, desin, e brasin. Do t'i denoncoj kjo vajzë, do marrë shpërblimin, dhe bravo I qoftë. Le të jetë edhe një shkollë dhe një shembull për të tjerët. Jeni ndjekur Kape Renën, ky prodhim I Club FM bashkëpunim me Faktoje, ky program mundsohet nga Fondacioni Shoqëri E Hapur për Shqipërinë. Faleminderit. Po. Kështu që ecim sepse pas pak presim një lidhje të drejtë për drejtë. Ka përshtypjen se do kemi prapë sot. Domethënë është momenti për të folur për politikën, sepse kemi thënë gjithçka, domethënë, por nuk kemi marr me politikën në mënyrë vertikale. Po domethënë të hyjmë në të thella. Po pra të hyjmë në të thella, sepse kemi ndonjë politikan të ftohur në studio. Po, është një ftohur që do vi tani domethënë. Në fakt ai nuk donte. Po. Ne tha për programin tuaj se ndjek njëri, tha pse do të vi unë. Më tepër se sa kaq kam përshtypje që është orari I papërshtatshëm, është orar. Në moment njeriu do të hajë në drek. Në fakt studimet thonë tjetër gjë, koleg. 41 minuta, nuk është ka të drejtë të bëjmë një tentativë. Ai bezdisim do bëjmë tani një tentativë dhe do lidhemi me një nga politikanët më të mirënjohur. A mund ta them që është I preferuari im? Okej, mund ta thuash Fatostano? Jo, ai nuk është më mes nesh. Mirë, thash se. Ai ka ikur prej vërtetë, nuk kërkonte vëmendje se Antonella Berisha. Mes nesh domosdoshmë. Jo, do lidhemi drejt për drejt. Unë jam e bindur që ju sapo t'ia dëgjoni zërin, do ta kuptoni cili është.
Oh, kuptohet vetë, nuk ka nevojë të ngrim podin ta prezantojmë. Alo. Çfarë bënim si keni qenë? Përshëndetje, përshëndetje. Daje. Si e ka Daje? U sforcova se doja të thoja Dajo. Sa e jam thonë Daja, pëlqen. Ora se kam një gjuhë, është njëri që hiqet se mo. Jo, nuk hiqet si ty, jo. Ai tha, unë jam djali Xhaxhait. Jam nipi tha. Po më mos kam çun xhaj. S'kam edhe xhaj dy gota ka. Do të thonë ti nuk e lidhe fare me atë. Lidhe kam atë. Pa, bëj pyetje. Orna zotni. Por ti s'ke lidhje me te, domethënë, po ai fliste fiks si ty më burr. Ore, njerëzit për kap në elektrikisht çfarë s'bojnë. Ai jo vetëm kaq, ma ka kopiu firmën time më. Shkoj bank, po burrë, shkoj bank. Denoncohet ti? Por kishte marr 300 euro të mia të fundit. 300 euro në vozëra, nuk është se ke vërtet, kur kena qenë pushtet, se kena ditë kismet e pushtet. Nëse ka firmosur në emrin tënd, pare ti ka marrë të ngjeka dhe fizikisht, jo vetëm nga zëri. Mi janë do biçë se qethet ke te njëri berberi qethem dhe unë. Aty janë qetë. Bë ka sens. A ke vazhdu sportin? Po dhe shi sportin që kam është ngritje peshësh. Ke parasysh, jom këtu me 3 miq të mi. Jemi është kuvendi i partisë, i liko vendi i lidhjes. Çfarë partie? Është partia jonë, LGK. LGK jeni ndjeni apo jo, se të gazetarë sot e do biqe, bëjnë më fali për gjuhën, se është bëjnë opozitës, si mund të bësh opozitës, pas është demokraci ka. Edhe shumë mirë thoni. Po, pra, edhe jena të po ku vendin të lokali. Po mirë, s'ka zhyra më Keli. Nuk kanë gjithë mundësi si puna jote. Po pra. E zgjodhëm tymin. Tymin! Shumë për të përgatit, se na hu tym ne i kur bëjmë protesta, kështu që. Po. Ta, dy. Bëj ka të qofte, po dhe. Ka të qofte, të më Ja, e be të bëjmë mirë. Është demokraci, kjo, është. Nuk mund të qipimi mas qofte, se ja keq tash. Ore, e zëm se do më kandidon ky Erion Braçe për kryetar bashkie. Çfarë opinioni ke? Na fol pak profesionalisht. Më duket një kandidaturë interesante, sepse Tiranës, unë jam Tiranës i vjetër, e kom pas shpinë aty ke ushtari pa njoftëm. Kena pas kinema në Parizani aty. Po, e vërtet është. Po, ka qenë ca fusha aty ke parasysh. Ke zezme. Erion Braçe dërgohet është produkt berati, ke parasysh. Ullinë berati. Jo, dallova një lloj sektarizmi këtu, domethënë një lloj Jo, nderuar gazetar, se ju gjithmonë na binim qafë në politikanëve, është. Më Keli është mirë këtë pjesa. Unë kam qenë gjithmonë i djathtë. Mbiq djathtë, që shkoj Kelit, ke votuar Kelit? Erion Braçe është një politikan race, është race politikani, është se ndonjëherë ore ne shqiptarët kena dashur politikan të gjatë. Kena preferu. Kështu i kemi pas për herë. Jo Sali Berisha, jo Edi Rama. Ta ndrojnë dora një herë. Luli është prapë shumë i lartë. I lartë. Po, dhe Lul Basha është i politikan. Ka ashtu, nuk është se mamushi që. Është nuk e kam. Po është kuvend më burr. Po është kuvend pa I thënë ne, nga për shkak që nuk kanë bazë materiale logjistike këto, edhe bëjnë te lokali. Pas vendit dhe kuvendi. Lëvizja për zhvillim kombëtar është një parti që ka dhe diasporë. Terrenin, ka dhe terrenin. Bashkime nga to që ka tavolinën sot apo jo bashkë. Bëj shumë fala Baçit. Baçi këtë fala nga Engelsi. Ka që di vetë. Po çfarë bani një gjë të mirë, dali mirë në tent tamam si burrat. Tash me thonë drejtë këto kapxherrat, këto të mëshmet, këto I qaj këto. Kapxherrat. Më thonë është më bëj duracion e gjuhët, lutem. Po mi me gjuhë me të mëshme me gjona kështu. Sepse gjuha shive, jo do ta dini. Çfarë lidhje ka? Është një gabim. Gjuhë që na ndero, ku do të shkojmë na dëgjoj flasim që është muzikë për vesh tek këna. Me shihemi te gjuha shipe, zoti Shehi, shumë respekt me çfarë fjalë. Keli kishte një pyetje. Edhe un kam respekt për ty, por më ke kapi çik mastidës. Jo, s'është, nuk është problem. Un për ju do votoj gjithsesi. Faleminderit shumë. Keli po pyeste me që ishte te gjuha shipe, thuaj çira. Mos e gëldemi. Keli gazetari mirë, mos e çëshim plaks me doktorat e me
shkoj deri Palacio aty. Po, as ka shtunin keni sonin mjesë. Po, nuk e shkoj aty, është ajo goza simpatike aty du më shkoj, unë sa i pulë. Po, shumë mirë. Ku është shava aty aty. Falçi po të them, po nuk të lejoj dot të flasësh tu për njerëz që nuk janë të pranishëm, era Nuk bravo, nuk thash gjë. Sa Palacio ose ja Keli, vjen keq, ha. Keli, aty doktor tani, si doktor. Tjetër më syze më që bëj sigur ka u marr, na shkriu, na. Po mirë. Sjellë u shkurën e pantallonave që pa. Zoti Shehi, ne nuk presim që ju dorëzojeni kaq lehtë. Me Keli një rregull, me vajzën simpatike, rregull. Mund të shkosh. Po ne zonje, keni aty të hangër të pitesh apo vetëm burra jeni? Po tash me thon drejtë burra zonat janë shtëpi, është kanë fut ato litarët në kohë me u ke parasysh. Se është Në mënyrë të thënit. Ndërkohë është i poster këtu, është i aktore mrekullueshme. Po mirë. E njihni? E njohim, kena pasion të para 3-4 ditësh, pa dashje hudhëm çik violini. Pa dashje gjithmonë. E zëm se ti je personalitet që të njerëzit të njohin, të duan edhe ti je shumë simpatik se ne të kemi parë në media. E zëm se thon, do futesh ke ferma apo ke big? E zëm, të thon për shembull. Me thon drejtën i thash për kushtet për organizat. Ferma tha, kemi vetëm thane, tha, kemi kombull tha dhe rrushi. Okej, se janë jashtë ato prandaj. Është vështirë kjo. Kemi edhe sponsor birra pi vetë, shumë birë bëj dush. Çfarë kjo? Po çfarë pasosh të bie, birra është për femra, për femra. Më pëlqen. Pra ne unë birë dashë, se kam shumë qef seksi femër. Mi vjen shumë mirë, me vjen që i dali opinionat, sa është demokracia, ma. Dhe në që lidhe ka me demokracinë, kjo gjë, në thënë drejtë, jeni dhe në kuvënd, apo jo, a mbajtet në i fjallima, në i gjë, me në thuaj cilisht të thejt, me i fjallima. Ma falja 2 herë, dhe la ku është ma pjerë, dhe ma kuptimi, ku është ma pjerë. Regull, dhe kjo është i rrjedh i marum, kjo pjanes, ajo pjanes. Hodhici. Vjen keq. Ty drejtën. Atëherë ke që Italia së fut botror? Ma thon drejtën, unë jam i çike talenofil, kështu se dim italisht, ciao bella ragazza, che culo. Che culo tete, nga këto mo tete kështu voglio. Mirë, lërë. Jo, merri, keq sepse kampionati botëror po Italinë është si ose opozita valul bashëm. Ashtu. Është hera parë që krahasimi shkon, jashtë zonë shumë. Ju si të djathtë që jeni, pse nuk bëni koalicion me PS-n? Po shikoj tash. Kjo është një pyetje interesante, kësaj ka dhënë përgjigje një shoku jon, Bertrand Russell. Ishine sa vjetë më para, po që a keni para dhe ferma VIP? Po, pra një të pyta, ka po është e vetëm. Ferma hiqedora është gota im, lutë. është, diti qka ndodhin kuvend dikush, është fut dikush me përësi të ramës, me në prish kuvendit. Që është më kjo, si mund të pish nga gota tjetër, mi vjen keq është. Si ishte pyetja ju i zotni? Nga gota e tjetrit. Ja, pyetja... Edhe motoja e opozitës është më duket i çike vjetër rrugë tash se nuk mund të hysh në zgjedhje me moton një antar i gotë. Prandaj godet kryeministrit, mbase ka dhe çik zili po themi kuptimin e mirë. Sa i thotë gjithmonë me mu se kur kam qenë i ri, mu vishin mbrapa gocat e bukura të Tiranës. Gjitha për këtë bëhet. Komplet, sepse ju dini që gjithë bota rrollohet rreth një kuptoj. Po, e qartë, zoti Shehi, ju kanë gënjur sot? Më gënjeu vajza këtu, tha, ka qenë rast ai atje tha, dhe kur në bisel fatura, dhe shma qash ka bëhë shumë dhe, s'mohë të jam. Ajo vajza posterit. Mirë, atëre nuk në mbetet gjithë tjetër vetëm se të urojmë suksese në misionin tuaj të vështirë. Shumë faleminderit dhe po të doni, vini këtu ke lokali, merrni librezën antarësis, paguni tavolinën, edhe... Do të marrim konsiderat. Po të vini të 3, partia dyfishon antarësin. Qartë, 3 vete kanë mbetur, të lëshëpër. 3, po janë cilësorve. Nuk vjen me fut dorën xhep. Po. Është brezi i ri që po rritet, është brezi i kuantumit, është brezi i inteligjencës artificiale. Është brezi i thojve me tipsa, është, ma kupton, nuk e di më thanë, hajde bëho opinionist. Po e zëvët sa i do të unë
Je shumë I updateuar, më pëlqen. Shumë saktë, shumë saktë. Megjithatë, për mu, ajo Seli duhet të fitojë, nuk e di. Mbase diskutojmë javës tjetër se na duhet ta mbyllim se edhe ne po shkojmë drejt fundit të emisionit. Mbyllim, masillë që llogari jepja bashkimit. Kalon shumë shpala grupit edhe gjithë të mirë. Faleminderit, sukses. Jeni të mrekullueshëm, jeni gazetar bashkëkohor, nuk e di. Faleminderit. Pa shkollë, pa shkollë, nëse nuk ka rëndësi. O shoko miq o vlezër. Mbyllim po hati, pas ka shkuar polici, Hati. Po pra se I kanë nxjerrë ato pamjet, është për jashtë, e ke parasysh dhe ka qenë me inteligjencë artificiale, domethënë ajo tani po kërkon që në radhë parë ka çmontuar një rrend. E kuptova. Është shumë mirë ka bërë. Dhe në radhë dytë tani po kërkon fajtorët. Pra kur rreni mund të keni dhe pasojë. Patjetër. A mund të bësh edhe një që ta mbylli me faktoje me faktoje sot ka I takim bath e ditë. Po tjetra fondacioni që hapur për Shqipërinë. Po para se ta mbyll 1 minutë vetëm. 1 minutë është shumë futet emisioni tjetër. Mirëserdhje koleg. Sot në datë 1 prill, pra sot është, ora 16 Teatri Kombëtar të Operës dhe Baletit në Tiranë, aktiviteti me temën We Stand for Facts. Faktoje jepen dhe çmimet Fatos Baqa. Gazetarinë investigativ. Respekte. Në orën 4. Në orën 4 mas ditës. Tani në orën 4, mas një orë. Kush ka ndërmend të nxitoj. Te Teatri Operës dhe Baletit, hyrja e lirë. Ishte emisioni për ditën e sotme. Faleminderit gjithë secilit prej jush që ndat kontu e bashkë me ne. Ne do rikthehemi të mërkurën, por lokma do na gjeni dhe në YouTube. Kalofshi një super mbasdite. Paqem. Kaperenën është një prodhim I Radios Club FM me mbështetjen e Faktoje, mundësuar nga Open Society Foundation for Albania, Fondacioni Shoqëria e Hapur për Shqipërinë.